Art në zemër, studia më e re krijuese e vendosur në zonën historike të Gjuadolit që mëshiron pasionin për artin dhe shprehjen emocionale përmes çdo vepre të realizuar. Është kënaqësi me mujt me ekspozu në përditshmëri tashmë një pjesë të punëve të mia, po ashtu të familjes, duke se është një familje që jetojmë në këtë lloj forme duke krijuar. Këtu tashmë kam një studio përhershme ku gjithë njerëzit që u nevojitet dhe kanë dëshirën me pa një art të mirë e kanë mundësinë me gjetë, janë të mirë pritur. Për kushtimin dhe emocionin që transmetojnë në punën e tyre është dhe arsyeja pse artistja Noena Nikolli dhe familja saj ka vendosur ta quajnë studion e tyre Art në zemër. Kena vendosur me vuanin Art në zemër sepse çdo gjë ka lidhje pikërisht me zemrën tonë, me emocionet që na japim në punën që bëjmë. Me një fokus të veçantë në krijimin e veprave artistike që prekin dhe komunikojnë thellë me publikun, Art në zemër mirëpret çdo vizitor që kërkon më shumë se thjesht estetik, një përvojë autentike dhe emocionale. Artistja Nikolli thotë se çdo projekt do të trajtohet me kujtesë dhe kreativitet, duke reflektuar identitetin dhe vizionin artistik të studios. Për të piturave tradicionale nga ato moderne impresioniste, kam idenë që gjithkush mundet me gjetë vetveten me që janë të ndryshme.